Shikos në nderuar të emisionit Gjumeni Mirë Mbrëma, si zakonisht të sonde të përmbledhura ju sillim zhvillimet më aktuale nga sporti vendës dhe ndërkombëtar. Federata e Futbollit Kosovës fillon projektin e digitalizimit të punës së administratës. Kombëtarja U17 e vajzave nis grumbullimin e saj. Mysafirën e studio do të kemi kryetarin e Federatës së Notit Kosovës Rita Zeqirin. Nga Embulli veçojmë kombëtarja e Kosovës në prek të përballjes me Britaninë e Madhe në kuadër të kualifikimeve për botror. Kombëtarja U19 në vlugu në përgatitjeve për kampionatin botror. Në vazhdim e emisionit do të përcjellim bisedën që kemi zhvilluar me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Voleybollit Kosovës Valon Nikshin. Nga sporti ndërkombëtar veçojmë garën e Wimbledonit që do të fillojë të hënën. Me pak fjalë, kjo është përmbajtja e emisionit, të cilën do ta shfletojmë pas një bloku të shkurtër marketingu. Të nderuar shikues, kthehemi në studio, po nisim me futbollin. Federata e Futbollit Kosovës ka filluar projektin e digitalizimit të plot të administratës. Njëherësh edhe kombëtarja U17 e vajzave ka filluar fazën e grumbullimit. Ndjekim të përgatitura kronikat në vijim. Federata e Futbollit të Kosovës e ka shfrytëzuar pushimin veror të garave në vend për implementimin e sistemit modern MyFFK, një platformë gjithëpërfshirëse që digitalizon të gjitha aspektet e organizimit të futbollit në vend. Fazën e dytë të implementimit të sistemit MyFFK. Sistemi MyFFK do të jetë mjet komunikimi ndërmjet klubeve dhe federatës, do të jetë sistem për regjistrimin e lojtarëve, menaxhimin të garave dhe gjitha shërbimet e federatës me klube dhe palët e tjera do të kryen nëpërmjet sistemit MyFFK. Sigurisht që do të kemi edhe trajnimet e tjera, ky është faza e dytë, do ta kemi edhe fazën e tretë para fillimit të kampionatit që të jemi të sigurt se do të thonë gjitha klubet, delegat si dhe refert kanë qasje dhe e kanë të lehtë përdorimin e këtij sistemi. Sistemi MyFFK do të përdoret për të gjitha garat e organizuara nga Federata e Futbollit, do të përdoret në për gjitha grupmoshat e reja të organizuara në për gjitha garat, në për lidhje rajonale tek ligat e femrave, do të thonë të gjitha garat të organizuara nga Federata e Futbollit. Sistemi është pjesë e një projekti të ofruar nga Federata e Futbollit të Arabisë Saudite, e cila ka dërguar zyrtarët e saj në Kosovë për të mbështetur trajnimet dhe për të lehtësuar funksionalizimin e plotë të platformës. Dje kemi nisur fazën e dytë të zbatimit së bashku me klubet për sistemin e menaxhimit të garave dhe regjistrimin e lojrave. Gjatë këtyre 2 ditëve kemi zhvilluar 7 orë punë çdo ditë, ku kanë marrë pjesë përfaqësuesit e klubeve, komisarët dhe gjyqtarët. Ua kemi shpjeguar procesin e regjistrimit të lojtarëve dhe i kemi informuar për rrjedhën e punës brenda sistemit. Si ta përfundojmë punën më lehtë dhe pa përdorur dokumente në letër. Letra shpesh është e vështirë për të ndjekur dhe nuk ofron statistika. Në 7 regionet e Kosovës, FFK po zhvillon trajnime për klubet, shkollat e futbollit, zyrtarët e ndeshjeve, gjyqtarët dhe administratorët. Na veç kena fillu me u familiarizu dhe me kuptu më mirë se si funksionon. Fati mirë është që është sistemi thjesht edhe shumë lehtë i përdorshëm, edhe që mendoj se ka më na kry punë shumë, sidomos klubeve, në avancimin e pjesës teknike të garave. Ka më na ndihmu shumë si klube, për shkak se këto kanë më përfshi një numër i madh statistikave, i elementeve ndryshme, të cilat kanë më na ndihmu ne përveç lehtësira që kam na i bë para fillimit ndeshjeve, kam na ndihmu që në të ardhmen edhe promovimin e futbollistëve me pas më të lehtë, për shkak se në momentin që ki numra, statistika për secilin futbollist, atëherë është më e lehtë për ty si klub që me vepru, qoftë në raport me futbollistin apo qoftë në raport me promovimin e tij. Prej edicionit 2025-26, futbolli kosovar do të jetë tërësisht i digitalizuar, me të gjitha të dhënat e ndeshjeve të regjistruara drejt për drejt nga fushat e futbollit në kohë reale. Temperaturat e larta që po mbretërojnë në vend nuk ju penguan futbollistëve të kombëtarës U17 të Kosovës të mbyllin me sukses grumbullimin 3 ditor në kampin nacional të Federatës së Futbollit të Kosovës në Hajvali. I gjeneratës 2009-2010, do të thonë i kena ndryshim gjeneratave. Objektivi i këtij kampi është seleksionimi i vojzave të reja, sidomos edhe nga perëndimi, pasi që vojzat që i kemi në Kosovë veç edhe i kemi seleksionuar më herët dhe kemi përcjell gjitha ndeshjet e vojzave U17.
I kemi 11 vojza nga shtetet si që janë Zvicra, Suedia dhe Danimarka, kështu që qëllimi kryesor është seleksionimi edhe numri i kontakteve më të mëdha i vojzave të reja mes vetëve. Ne besoj që kemi pas edhe një grumbullim para kualifikimeve, shpresojmë të kemi ndeshje miqësore diku në ngusht, në fund ngushtit, edhe në kualifikimet i kemi në muajin tetor me ekipin e Walesit, Moldavisë dhe Azerbajxhanit, ku do të mbohen në Moldavi. Synimi jonë është gjithë kalimi i grupit prej B-s në grupin A. Ka me qenë e vështirë, mirë po shpresojmë që këtë vit e kemi grupin më të mirë të vojzave të lindurat moshës 2009 dhe 2010, se sa që kemi pas moshën 2008. Gjatë 3 ditëve të punës intensive, stafi teknik në krye me trajnerin Sanije Krasniqi pati mundësi të vlerësoj nga afër potencialin e futbollisteve. Përfshirë 11 lojtare nga diaspora që erdhen nga vende si Zvicra, Gjermania, Suedia e Danimarka. Emocione, është hera parë dhe është një sen shumë i madh për mua, se na jetë ku pas qef me punë që tash ku jam. Baba jema më ka prude qëto, se pa babin s'kisha mujt me konë këto. Këtë që ka tjera jënë ardhë më kanë nimu me këtë sene që akum pas ndim edhe jënë konë shumë mirë me mu. Grumbullimi i ardhshëm i kësaj kombëtare është planifikuar në fund të muajit gusht, kur parashihet të zhvillohet edhe një ndeshje miqësore si pjesë e përgatitjeve finale për sfidat që presin Kosovën në kualifikimet e Ligës B, përballë Walesit, Moldavisë dhe Azerbajxhanit. Të ndërruar shikues, kalojmë nga një rubrikë në tjetrën, thamë që ditë të nxehta qershorit e fundit qershorit në Kosovë dhe është momenti më i dur që të flasim pikërisht për sportin e notit, ku përpos freskisë kemi edhe aktivitetet dhe garat e ndryshme që organizon Federata e Notit. Në vetë kreun e emisionit të paralajmëruam se mysafirën në studio do të kemi kryetaren e Federatës së Notit të Kosovës, Rita Zeqirin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Para se të fillojmë me garat dhe organizimet që bën Federata e Notit, do të rikthejmë në retrospektiv, sepse atëherë kur filluam të merrem me zëjën e gastaris, emri më i përfolur në not, perspektiva më e madhe ishte emri i Rita Zeqirit. Do doja që të bëjmë një italianar të shkurtër të karrierës suaj, niset dhe pse pikërisht në notin. Atëherë faleminderit shumë për ftesën dhe faleminderit shumë për vëmendjen që po ja kushtoni notit. Më vjen shumë mirë që kjo vëmendje po kthehet edhe nga aspekti pozitiv në opinion. Atëherë karrierën time sportive kam filluar shumë herët, rreth moshës 7 deri në 8 vjeçare. Shumë si fëmijë përgjithësi e kam dashur shumë sportin, noti nuk ka qenë sporti im i parë. Po me gjithë se familja ime atë kohë jetonte shumë afër pishinës edhe qasjen e kisha shumë më të lehtë në pishinë, kështu mbeti si aktivitet i imi permanent. Ndoshta ishte edhe fati edhe atë kohë që unë fillova notin pak para kohës së ndërkombëtarizimit, edhe disa vite para ndërkombëtarizimit unë vetë se i kam pas disa vite jashtë Kosovës ku e ndërtova bazën edhe karrierën time sportive. Kështu që pata fatin edhe njëjtën kohë nderin që medaljet e para ndërkombëtare në këtë sport t'i sjelli unë bashkë me disa kolegë të mi që në atë kohë ishin sportist aktiv, edhe ndoshta kjo është arsyeja pse në opinion ka mbet emri im si notuese kulminante për periudhën kur kam notu. Gjatë gjithë karrierës time e kum pas kënaqësinë edhe kum pas synimin me marrë pjesë në lojra olimpike. Siç dihet, në vitin 2012 Kosova nuk e pati fatin që të ishte pjesë, kështu mu deshtëm të presë edhe 4 vite për me po prezantimin tim të parë edhe njëkohësisht prezantimin e parë të Kosovës në lojra olimpike, përfaqësim historik, edhe me këtë edhe përmbylla karrierën time 16 vjeçare. Pastaj prap u përmbusha në një mënyrë tjetër për shkak që motra vazhdoi karrierën, edhe ajo ishte pjesëmarrëse në lojrat olimpike Tokyo 2021, pashtu e ngriti edhe nivelin e notit në shumë disciplina, edhe kështu për rreth 20 vite unë edhe motra ime ishim pjesë e notit, pjesë e shumë garave, pjesë e shumë ngjarjeve, pjesë e shumë sfidave, pjesë e shumë proceseve historike në cilat Kosova ishte pjesë, edhe kjo është ndoshta edhe arsyeja dhe pse opinionin është ma shumë na nje në këtë pikë. Në atë kohë kur keni filluar të merreni me not, duket që thatë noti nuk ka qenë sporti ju i parë.
Cili sport ka qenë i pari? Basketbolin e kom provu të parin, me shumë qef kisha mbet në tenis, për në atë kohë nuk ka qenë shumë klubet ende shumë zhvilluara. Në përgjithësi më kanë pëlqyer sportet individuale, sportet kështu pa kontakt, si tenisi, skijimi, noti. Dashta më kthy në kohë, nëse kisha mbet tenis, prapë mendoj që për karakterin që e kom pas atë kohë, e kisha zhvillu edhe si tenisere ose si ndonjë sportiste, ndonjë sporti tjetër. Në përgjithësi kom përcjell shumë sportin e një sportin kështu në gjitha disciplinat, i kom përcjell këto ngjarjet më të mëdha sportive, Wimbledonin, kom përcjell live, futbollin, basketbollin, po notin më së shumti, normalisht se kom qenë pjesë edhe këtyre ngjarjeve. Si lojrat olimpike, kampionati botror në Rusi, kampionati evropian në Londër, pastaj edhe si trajnere më ka rarë shumë në për evente të larta sportive të jem pjesë, edhe kështu është ndërtu një përvojë mirë sportive që tash e gëzoj. Ator, në atë kohë, kur ju jeni marrë me notë, ka qenë shumë e vështirë, sepse femrat nuk ishin shumë dhe në atë nivel që të merren me sportin e notit. Kujtojmë se po flasim para 20 vjetëve. Dhe tash ka ndruar dhe duket që tash noti është bërë edhe një sport shumë i dashur edhe për gjinimin femërore, sepse kemi shumë edhe në disiplina kategoritë të ndryshme që marrin pjesë femra dhe meshkuj. Faktikisht, kur kom filluar në notin rreth vitit 2005 ose 2006, ka qenë, tash për me spjegu për shikuesit se tash me fillu një kosovar në hokej, do me thonë ka qenë shumë disciplin e pa njohur, e pa zhvilluar, pa infrastruktur, pa kuadro, me shumë pa klube, kështu që ne kena fillu, si me thonë, vetëm për rekreacion, edhe për një kohë, më me thonë, relativisht të shkurt, noti Kosovës ka avancu shumë. Së paku, në rajon në Evropë, njihemi shumë për kuadrë dhe për gjeneratat e reja. Tash numri i klubeve është rrit, numri i kuadrove është rrit, është duke u përmisu, kualiteti prej kur kom nëtu unë dhe tash gjeneratat e reja ka ndryshu dhe kjo është një diçka e mirë që noti i përshkan për para. është natyra e atil e sportit që është zgjedhje e familjeve, zgjedhje e fëmijëve me qenë pjesë e një aktiviteti sportiv, e sidomos një aktiviteti sportiv si që është noti. Tash me gjeneratat e reja, kom përmende edhe në intervistat të mëhershme, jemi shumë më mirë se sa që kemi qenë për para. Tash dy ish notuset e mia, Bora Ademi dhe Parga Abazi janë të parat në ranglisën e Evropës për grup mosha. Do me thonë, për herë të parë në histori, noti përrangohet së paku të grup moshat e reja në ranglistat evropiane si në kryet e listës. Është një veçati e këtij sporti që shumica e garuzëve, jo shumica, por ndoshta një 90% e garuzëve janë të moshës 18 vjeçare, sidomos në Kosovë. Kemi një mosh shumë të re të garuzëve. Është një bazë mirë për avancim. Po, kjo është perspektiva jonë, kjo është një gjë pozitive, tash veç duhet të mendojmë se çka duhet të ndodhë bas moshës 18 vjeçare, sepse aty e kemi stagnimin, jemi duke u veçu me grup moshat e reja, po ala se kemi mri një sukses ose një, me thonë, një breakthrough kështu për... që e keni pas. Po, me gjeneratat të cilat janë senior. Tash do t'i kthehemi aktiviteteve në Federatën e Notit Kosovës në javën që nga dalë pa e lëm pas, patët edhe kampionatin e Kosovës, cili është vlerësimi juaj për faktin se me të përfunduar kampionatin rëndom bën ato vlerësime ishte apo nuk ishte i suksesshëm, pritet apo patët më shumë pritje apo më pak, cili është vlerësimi juaj me pak fjalë? Ka tash e 5 muaj që ku marrë drejtimin e Federatës së Notit të Kosovës, edhe jam zotu që prej momentit ku jam zgjedhë dhe më është besu ky leadership, do të mundohem maksimalisht të bëjmë progres, të mendojmë vetëm për para edhe të realizojmë ngjarje të nivelit më të lartë. Së pari, muajt e pari jemi fokusu të bëjmë një farë infrastrukture ligjore për brenda federatës, të cilat mundemi me operu në mënyrë më të mirë se sa në të kaluarën. Kemi bënë shumë ndryshime tjera në raport me kuadrot, me trajnimet me kuadrot, edhe pregaditjen për kampionatin kemi fillu prej momentit në cilën jam zgjedh, do me thonë dikur rreth 4 deri në 5 muaj pregaditje, edhe fatmirësisht ky kampionat ka rrjedhë mënyrën më të mirë të mundshme,
muj me cek që prej 20 viteve në cilën kom qenë pjesë aktive e çdo kampionati, ka qenë kampionati i cili mas shumë të e kom shiju, edhe kemi marrë jashtëzakonisht komente pozitive, po kemi marrë komente pozitive prej sportistëve. Ajo shumë është me rëndësi që atyre m'ju kriju kushtet më të mira për me performu, për me kriju rezultate më të mira, edhe komentet pozitive mas shumë të i kemi marrë prej tyre, duke mos përjashtu edhe prej stafit edhe prej klubeve. Ka pas shumë ndryshime në krahasim me vitin e kaluar, sidomos me kuadro, me teknologji, me pamjen vizuele të kampionatit, me pjesëmarrjen, me rekordet të cilat janë thy, gjë që bën këtë kampionat shumë historike. Historike është edhe fakti që 50% e stafit organizativ kanë qenë femra kësaj here, duke filluar nga gjyqtarët, nga stafi organizativ, nga komisioni i garave, edhe me të vërtet ka qenë një atmosferë në cilën shumë vite se kom përjetu. Është shumë e rëndësishme me qenë me një ambient pozitiv, me një ambient ku bashkëpunëtorët, klubet, sportistët punojnë krejt së bashku drejt një qëllimit të përbashkët. Qëllimi përbashkët është progresi në përgjithësi në gjitha nivelet në këtë sport, edhe mendoj që kemi mri me një fazë që jemi duke ecë shpejt përpara, kështu e kemi ndjesin që jemi pjesë e federatës. Presidente, në shumë të në sporte, apo në pjesën dërmuese të sporteve, themra e akilit vazhdon të mbetet infrastruktura, sepse e gjitha sukseset, e gjitha punët që bëbët, po lidhet ngusht me infrastrukturë. Thuaj se infrastruktura për determinon në pjesën më të madhe të rasteve dhe rezultatet. Si që ndonë notin e këtë drejtim? Atëherë për infrastrukturë, ndonjëherë mendoj që do të më bo një emision i veçantë me shumë të ftu, me shumë ballafaqime, që mos me qenë frazat kështu të shprasta ose mi përsërit retorikat e zakonshme. Atëherë se cili sport i ka specifikat e veta, edhe ne me notë infrastruktura sportive, sidomos e notit, është shumë komplekse, ka shumë elemente me cilat ka shumë pak njerëz me përvojë të atill, me të operimit të infrastrukturës sportive në sportin e notit. Nuk është njëjtë si judo ose si basketbol, futbol, si me umar me pishina, dallojnë shumë edhe pishinat rekreative me pishinat olimpike. Olimpike, gjysmë olimpike. Po, sidomos në raport me operimin e tyre, ma shumë se sa me ndërtimin. Megjithatë, për fat keq, pas kaq shumë viteve, kom qenë, do me thonë, në tusë aktive për 16 vite, trenere për rreth 8 vite, tash kryetare e federatës, edhe ka qaq pak ndryshime, sa që është e çuditshme që kemi mri deri në këtë fazë dhe prap me fol temat e njëjta që kom fol kur kom qenë sportiste aktive. Komuna e Prishtinës qëndron pak ma mirë me hapësirat private, por komuna tjera kanë shumë pak qasje në infrastrukturë. Por baraz me infrastrukturën, njëjtë e kisha potencu edhe personelin, edhe aftësit kadrovike të federatës, trajnerët, njëjtë që qëndrojmë me infrastrukturë, njëjtë qëndrojmë edhe me staf të kualifikuar. Do më thonë, do një herë e kisha vequ stafin e kualifikuar më lartë se sa vetë infrastrukturën, po me gjithat, për momentin, infrastruktura nuk është në domenin e federatës së notit, do të me ditë publiku që ne nuk kemi kompetencë për ndërtimin ose diçka e tillë, po ne mundemi me ofru ndihmë të shumë anshme institucioneve në raport me... A ka pas në një rast kur është ndërtuar në një pishinë private që është konsultuar në Federatën e Notit apo ekspert të kësaj lamie për t'i pas spaku konditat normale për një aktivitet të notit? Tash, si që thash edhe më herët, kryesisht infrastruktura sportive në sportin e notit zhvillohet në hapësira private. Kjo nuk është diçka negative, nuk e tham në sensin negativ. Kjo faktikisht ne kemi pasur fatin si federat që tash edhe kampionatin e Kosovës e kemi majtë në një pishin private, edhe kupën për të rinj ku ti ke qenë, udhëhec i garës kemi majtë në një pishin private. Faktikisht, bashkëpunimi mes hapësirave privateve dhe institucioneve publike duhet jetë shumë i ngushtë. Unë nuk mendoj që ka funksionim tjetër përveç se një model i partneritetit publiko-privat në këtë fushë. Kjo është mendimi im personal, jo institucionit, po mendoj që kjo është një model që shumë shtete rajonale dhe evropiane janë duke praktiku, për vetë faktin e kostës sfidave në operim, se sfidat në operim nuk i ka veç Kosova, për i kanë edhe shumë vende në botë, edhe
kështu me një partneritet privat, shumë ka storje suksesi në botë. Mund me veçu për shembull Turqin, është një qendër olimpike, një qendër jo vetëm me pishina, po dhe me sporte tjera, është qendër komplet private, edhe është qendër nacionale e Turqisë. Do me thonë, ata këto hapësirat private i afrojnë rreth vetës, si nuk i largojnë. Por normalisht, deri tash nuk kemi na historie suksesit të hapësirave publike të cilat janë ndërtu, menaxhu dhe janë storje suksesi. Në sportin e notit nuk ka, ndoshta ndonjë sport mundet me pas aty këtu, por në përgjithësi në krejt sportet infrastruktura është shumë sfidë. Tash kemi na një mundësi historike dhe një mundësi të artë të cilën shumë uroj që kemi me shfrytzu për të mirë, janë lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Këtu e kemi këtë farë çelësin historik që jo vetëm për neve, po për shumë gjenerata që janë pas neve, milion diçka që mos milion sfidat e njëjta. Jo për notus të mi, tash që janë prap njëjta sfida diskutohen, si që kom qenë në notare, që mendoj që kjo është një moment historik në cilën shteti i Kosovës edhe krejt institucionet duhet me mendu për te vetës edhe me kriju një storje suksesi për Kosovën sa i përket infrastrukturës sportive. Presidente, cilat mund të ishin ato projektet të cilat i ka Federata e Notit të Kosovës e që janë projektet që dëshirojnë që ti kryeni si sot në zhargonin e sportit në hapin e parë? Atëherë si që ka pak në fillim jë mundu me kriju një infrastrukturë kështu ligjore, disa regulore të reja, sepse janë reguloret, statuti, ligjet ato të cilat janë udhëhecse në raport me punën tënde, dhe jo vetëm mendimet e tuja personale, po duhet me pas një farë modeli, bazë ligjore në cilat te udhëheq, në të cilat kanë mungu shumë gjëra në raport me reguloret. Pastaj kemi krijuar një databazë e cila na ka mungu, databazën e sportistëve, trajnerëve, klubeve, dhe për diçka që jam zëtu është rritja e cilësisë së garave dhe trajnimet. Tash më është konfirmu para ca ditësh që kemi me qenë organizator të një klinike shumë të rëndësishme të Notit, ka me ardhur në Kosovë një trajner i nivelit botëror, që për herë të parë që vjen, jo vetëm për me organizu një klinik 2 ose 3 ditore, po për me hartu një plan program të zhvillimit të klubeve, së paku deri në vitin 2030, deri sa organizohen lojrat mesdhetare. Sepse synimi im është që Kosova në lojrat mesdhetare Prishtina 2030 të jetë me medalje. Se si që ka më herët një shumicën e fëmijëve dhe notarëve i kemi nën moshën 18 vjeçare, kështu që nuk mendoj që për neve është mirë të mendoj vetëm për lojrat olimpike, po të fokusohemi tek eventet të cilat janë për junior, tek eventet të cilat janë për këtë grup mosh, edhe lojrat mesdhetare deri tash kanë qenë praktik që mosha 14 dhe 15 vjeçare të jenë pjesëmarrës në sportin e Notit, kështu që fokusi dhe strategjia e Federatës së Notit është tek të rinjët. Dhe për me mbri këtë sukses, së pari na duhet një strategji sa i përket kualifikimit të duhur të trajnerëve dhe rritjes së kapacitetit të tyre profesional edhe punës në për klube, sepse klubet e forta bëjnë federatën e fortë. Puna në klube është ajo çelësi i suksesit. Ne vetëm krijojmë ato mekanizmat e duhur që ata të performojnë si duhet, por puna qëndron tek klubet. Kështu që këto janë punët e para të cilat jemi të i kry, janë duke përfunduar, e sa i përket infrastrukturës në përgjithësi, une edhe në të kaluarën edhe në cilësi tjera, jo si kryetare federatës, kemi ofru ndihmën edhe kemi pas shumë takime, sepse edhe në klubin ku kam qenë pjesë, po edhe si familje kemi një përvoj sa i përket infrastrukturës, e cila mendoj që nuk duhet të injorohet, po të përdoret nga krejt mekanizmat edhe të ndërtojmë një diçka që si që tash i shërben gjeneratave të ardhshme. I përmendët shkarës i trajnerët dhe gjystarët. Në këtë vështrim, sa po punohet për ngritjen, sepse thatë që jeni të fokusuar për ngritjen e kuadrë, në këtë rafsh për gjystarët dhe trajnerët e kam fjallën? Po, kjo është kompetencë edhe e jona, në krahasim me infrastrukturën që ne nuk kemi kompetenca i përket ndërtimit dhe operimit.
Ne prej vitit të kaluar kemi fillu trajnimet për stafin, jo vetëm për gjyqtarët edhe për trajnerët, po edhe për komisionin e garave, sepse në të ka shumë pajisje elektronike në cilat i dush me operu, me pas persona të duar në përpozitat e duara, edhe një e mirë e kësaj punë është që në Federatën e Notit një 70% e stafit është nër moshën 30 vjeçare, është si që jam unë, edhe është shumë unike kjo mënyra se si operojmë. Për gjyqtarët kemi organizuar vitin e kaluar një trajnim shumë cilësor, edhe këtë vit tash pritet niveli 2 i atij trajnimi edhe një nivel pas këtij në vitin tjetër, ndërsa për trajnerët, siç thash, jam shumë e fokusuar mos të bëjmë trajnime kështu 2-3 ditore të cilat harrohen pastaj dhe të cilat janë shumë vetëm për syrin mediatik, për t'janë trajnime kështu që bëjnë ndryshime përmbajtësore dhe shumë besoj që me këtë konfirmimin e fundit të cilën do t'a bëj publike shumë shpejt në për rrjetet tona sociale, është një diçka që krejt klubet dhe krejt sportistët kanë me pas benefit, sepse trajneri në fjalë ka qenë udhëhec i kombëtarëve më profesionaljet Notit. Për momentin derisa të marrë konfirmimin direkt, por ka qenë udhëhec i juniorëve të Italisë edhe tash punon për kombëtaren e Gjermanisë. Edhe ai ka shpreh dëshirën me ardhen në Kosovë dhe kemi pas komunikime edhe të mëhershme. Shumica e komunikimeve të cilat vinë me personalitetet të nivelit të lartë njerë shtrohen në rrafshin personal, pastaj ti i përdor ata për rrafshin profesional dhe për institucionin. Kështu që në gjatë karrierës time si notuse dhe si trajnere e klubit, kom pas rastin me bashkëpunu me emra shumë të mëdhenj në botë, edhe i kom pas disa komunikime të cilat tash po i përdori për të mirën e përgjithshme. Kur të ndalemi dhe bëjmë një retrospektiv të gjitha këtyre planeve, sigurisht që pas këtë një plan program të ngjeshur të Federatës së Notit të Kosovës. E përmendëm çështjen e trajnerëve, trajnimet, mirë po, si qëndron çështja e mbështetjes që kanë klubet e Kosovës, qoftë nga Federata e Notit, apo qoftë edhe nga komunat, sepse Noti është një sport i shtrejt. Dhe realisht shikuar, i duhet një mbështetje financiare, spaku që ata të rinjtë të cërdishojnë të merren me Not, ta kenë një bazë dhe klubi për tjetë shërbim të tyre. Pajtoni apo jo me këtë të satim? Kam shumë mendime në raport me qëtë pikë. Në përgjithësi mendoj që në Kosovë sporti përkrahet. Nështë shumë të tjerë mendoj ndryshe, po unë mendoj që ka shumë ma shumë financa se sa shumë shtetet të rajonit, sa shumë shtetet të Evropës. Shumica e vendeve në Evropë, deri sa sportisti e mri një nivel kulminant, as nuk imagjinohet që ta të përkrahen në ndonjë formë. Megjithatë në Kosovë ekziston një bazë ligjore, disa mekanizma në cilët sportistët përkrahen. Po nisit të sportistës pastaj dalë të klubet. Për shembull, Federata e Notit i ka 2 super sportistë në të cilat çdo garë, çdo përgatitje, çdo trajnim, gjithçka e kanë të paguar nga programi i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ka rreth 3 bursistë të cilët janë të cilët mbulohen nga Komiteti Olimpik i Kosovës, të tjerët janë në komunat përkatëse, kështu që nuk mundemi me thonë që nuk ka përkraje. Sidomos për ata të cilët e mrin majën dhe janë më të mirët në këtë sport, përkrahen. Në raport me klubet, siç dihet, tash financat janë nga 2 pjesë, nga komunat dhe nga ministria. Se dhe ne si federat financohemi nga ministria dhe kemi atë linjën buxhetore në të cilat dhe operojmë dhe i shpenzojmë ato para si pas direktivave të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kështu që ka do që na lejojnë ata me shpenzu, ne e shpenzojmë. Nuk është që ne mundemi direkt të financojmë klubet. Këto financa, do me thonë, kryesisht i marim prej komunave, i marim prej ministrisë, njëherë në vetë në thirrjet publike, por e mira e krejt kësaj është ligji për sponsorizim, e cila e ka mundësu klubeve të Kosovës një rikëndellje. E tjetër çka tash është monitorimi i shpenzimit të tyre, e cila mendoj që çalon pak në Kosovë, po megjithse ata të cilat nuk është vështirësia njëjtë si para 10 viteve si tash për me u qas në financa. Mendoj që shumica e klubeve të cilat e kanë një plan të vetin vjetor të garave, i gjejnë financat shumë më lehtë se sa para 10-15 viteve.
Presidente, folëm për garat vendore, do të dalim të ato ndërkombëtare, cilat ju i keni planifikuar të merren pjesë, sepse ju radhëherë në sport thuhet ndonjëherë është vetëm të merret pjesë, të marret pjesë, dhe ndonjëherë edhe për rezultat. Duket që ne në sportet, përgjithsisht në sportet të kolektive dhe ato individuale, pse jo e kemi kalu fazën vetëm me rëndësisht të merret pjesë. Kjo është një temë cilën shumë e prita për me e diskutu. Si që thash periuda kur kom notu unë, ka pas shumë rëndësi pjesëmarrja jashta aspektit sportive dhe jashta, do më thonë, ka hyrë ndoshta edhe në këtë domenin diplomatik më shumë, me qenë se edhe në kohën kur kom notu ka pasur shumë cilësi, jo qatë cilësi sa për lojra olimpike, po në shumë nivele tjera, si në Grand Prix, kemi qenë finalist. Atë qëllimi ka qenë të blokadat ndërkombëtarizimi. Po, tash nuk është qëllimi njëjtë si para 10 viteve. Tash, për me e largu këtë, me thonë mentalitetin ndoshta, që veç duhet me marë pjesë, ne si federate kemi vendos një standard për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Ndoshta personat laik të cilët nuk merren me këtë sport nuk e kuptojnë, po ne kemi vendos një tavan të pikëve, 1000 pikë është rekordi botror, kështu që ne kemi vendos në rregullore për përfaqësim 600 pikë si piknisje ku sportistët e Kosovës munden me hi në kombëtare për përfaqësim ndërkombëtar, edhe tash për herë të parë jemi duke zbatu këtë. Do me thonë, kjo nivel siguron një përfaqësim së paku dinjitaz në arenën ndërkombëtare. Po si që thash, nuk është marrë me vlerësu gjendjen në cilën je, dhe me bo një hap prapa dhe me vlerësu që ti nuk je në nivel për përfaqësim në e kom folë këtë edhe në bordin e Federatës së Notit, që nuk do me thonë pa tjetër në çdo kampionat botror, në çdo kampionat evropian të marrim pjesë, sepse kemi marrë pjesë mjaftueshëm. Tash, po e ndrojmë këtë qasje, po vendosim një tavan të përfaqësimit, edhe po fokusohemi te gjeneratat e reja. Si që përmenda më herët Borën edhe Pargën, nëse vazhdojnë kështu jam shumë e bindun që në 2030 kanë me qenë me medalje, dhe jam shumë e bindun që në çdo kampionat evropian për junior, së paku do të jenë gjysmë finaliste ose finaliste, sepse si ata të cilët e kanë përcjell vendi parë dhe vendi 20 brenda 50-shintave mbrin, edhe me siguru një finale është një arritje shumë e madhe, kështu që mendoj që duhet me u fokusu shumë në këto eventet të cilat janë për të rinë. Kampionati evropian për të rinë, kampionati botror për të rinë, lojrat mezetare, lojrat olimpike për të rinë, e pastaj të fokusohemi në eventet për senior. Sporti Notit për te medaljeve në shoqëri është shumë e rëndësishme të sigurojmë edhe gjithë përfshirjen. Me këshirë dhe nga aspekti tjetër, jo vetëm nga aspekti sukseseve sportive, ne kemi ende një përqindje shumë të ullë të personave të cilët mirën me aktivitet fizik, dhe kjo ka shumë arsye dhe shumë shkak pasoj kështu pse ka ndodhë, po ne do të më fokusu shumë edhe me kriju një klubet me forcu me më shumë antar, me pas qytetarët, fëmijët dhe shkollat qasje më shumë në sportin e Notit, po edhe në sportet tjera. Në kampionatin e Kosovës kanë qenë vetëm 2 klubet të cilët kanë qenë me 20 sportistë ose më shumë. Kjo nuk është, do me thonë, diçka pozitive, rreth 20 klube tjera kanë pas më pak se 10 antarë. Kjo është një diçka që do të me analizu, edhe ndonjëherë me u fokusu tek baza, me ndërtu një shoqëri të shëndetshme, një shoqëri që e nje sportin, mirët me sport, për të gjitha arsye tjera përveç medaljeve olimpike. E pastaj, normalisht, është edhe e rëndësishme për sportistët elitar dhe ata të cilët kanë talent, ti fokusojmë në rrugën drejt medaljeve. Po sportin do të me pa në shumë dimenzione, jo vetëm në dimenzionin e medaljeve të rëndësishme. Kështu është këmë mendimi im. Presidente, thash që kur keni njësë merrni me natë kur është përmendur mësë shumë të jam një juaj, atër ka qenë vështirë të paramendo që një femër nga Kosova, shqiptare, të arrinë në kulmin e apo atjet sportiste Notit, dhe kjo është edhe një nder i madh për ne, sepse po e dërgojmë një porosit për të gjitha ata të cilët kanë menduar ndryshe për Kosovën dhe për ne, që tashmë, pos që kemi pas sportiste kulminante të Notit, kemi edhe presidente të re të Notit në federatën tonë. Kjo është një porosi mirë edhe për federatat ndërkombëtare, dhe në këtë drejtim, cili është bashkëpunimi me ta? Është
rastësore, ndoshta nuk e di, ka shumë pak femra të cilat në Kosovë janë në pozita udhëheqëse në sport. Nuk ka qenë synimi im, por rastisht ka ndodhur që të jem femra e parë që udhëheq një federatë sportive olimpike. Mendoj që është kriju me këtë ngjarje një perspektiv tjetër sa i përket kapacitetit dhe udhëheqjes së femrave në sport. Tash pata një konferencë shumë të rëndësishme në Bruksel, ku isha eftuar personalisht prej kryetarit të Federatës së Evropës në raport me temën e transparencës në sport, edhe në komunikime jashta konferencës, ku ishim në një drek bashkë me përfaqësuesit e Federatës së Belgjikës, Luksemburgut dhe federatave të tjera të Evropës, u vlerësu shumë udhëheqësia e re e Federatës së Notit të Kosovës dhe aftësia jonë për bashkëpunime të reja të cilat më herët nuk kanë qenë prezente. Me një takim, me një vullnet thjesht, kanë qaq shumë punë janë kryer me atë takim, sa që edhe për mua është kënaqësi edhe mendoj që kanë më shërbyer edhe shumë komunitetit Notit, se siç thash, çdo punë ndonjëherë do të më ushtyj edhe personalisht, edhe me biseda private, edhe me biseda jashtë konferencave, dhe jo vetëm në konferencë, po edhe me uftu për herë të parë në nivel të atill të konferencave në Universitetin e Brukselit. Mendoj që është një sukses për Federatën e Notit të Kosovës. Tash kemi edhe një ngjarje tjetër, është Kongresi i Federatës Botërore të Notit në Singapur. Gjatë asaj periudhe ne presim edhe me nënshkru një memorandum bashkëpunimi me njërën prej federatave të rëndësishme të Evropës, se si që thash edhe më herët, ne kemi nevojë shumë për kapacitetet tona profesionale me Hungrit, edhe kjo marrëveshjet e bashkëpunimit janë mënyra më e mirë se si ne i shkëmbejmë përvojat edhe stafin. Kjo është një diçka që mendoj që muj me shty përpara këtë vit. Për këto 5 muaj ka pas shumë energji pozitive, ndryshim pozitiv në ambientin e Federatës së Notit Kosovës, edhe mendoj që fundi i vitit ka menaxhet me një perspektiv komplet tjetër, po për te organeve tona drejtuese, unë normalisht mundohem i shty përpara shumë idetë e mia, përvojën time, kulturën time në përgjithësi, me instaluat çka edhe unë e vlerësoj edhe e mendoj. Edhe fati mirë që kam gjetë shumë mbështetje për kraje, sepse pa për kraje normalisht nuk kisha mujt me vazhdu, kam një ekip mrekullueshëm cilën e falenderoj shumë, edhe tash të shohim deri në fund të vitit këto rezultatet se cilat priten me ndodhë. Presidenti dhe që në konferencën e Brukselit kishit kënaqësi që ishit atje pjesëmarrës, sepse kjo aftuar presidenti i Federatës Evropiane, ndërsa unë më themi lirisht që pata nderin e madh që kemë mysafir sonte të flasim për notin për këto pak minuta që i patëm, ju dëshoj shumë sukses dhe punë të mbarë. Faleminderit edhe një që ishit me ne. Faleminderit edhe një për juve. Shkus në ruar, me ne ishte Rita Zeqiri, kryetare e Federatës së Notit Kosovës, me cilën bëm një rrumbullakësim të aktiviteteve të këtij asociacioni që udhëheq ajo në respektin e rrafshit vendosat të saj ndërkombëtar. Kalojmë në rubrika tjera. Shikos në ruar, mbesim tek sportet me dorë. Në vazhdim do të ndjekim bisedën që kemi realizuar me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Voleybollit të Kosovës, Valon Nikçin. Në vazhdim do të bisedoj me sekretarin e përgjithshëm të Federatës së Voleybollit të Kosovës, Valon Nikçin. Zoti Nikçi, në bisedën e fundit më mbaj mend që keni thënë që ka shumë projekte Federata e Voleybollit të Kosovës veç pas në aspektin ndërkombëtar. Është përmendur kampionati evropian që do të bashkëorganizohet me federatave e Shqipërisë në konkurrencën e femrave U16. Ku po shkojnë deri në tani përgatitjet dhe si po rrjedhin ato? Po, të morë, pra jemi në fazën e fundit të përgatitjeve, po besoj që ne kemi bërë gjitha përgatitjet e duhura, për pak ditë presin të fillojmë, pra pas 1 ose 2 ditëve fillojnë ardhja zyrtarëve, fillimisht e pastaj ardhja ekipeve do të jetë me datën 30, ndërsa me datën 2 presim të bëhet hapja e kampionatit evropian me ndeshjen e parë që fillon në ora 12:30, ku në program çdo ditë nga data 2 deri me datën 10 do të jenë program nga 4 ndeshje. Deri me tani përgatitjet kanë shkuar mjaft mirë, dhe po besoj që ne jemi gati, kështu mezi po presim të fillojmë me gara. Kurimi tek ky kampionat është për herën e parë që po
organizohet me 2 federata si motra, Kosovës dhe Shqipërisë. Tha që do të fillohet me datën 2 korrik. A do të kemi vetëm një qytet që do të mbahet në Kosovë, apo do të shtrihet në qytete tjera për ta ndjerë atmosferën e një kampionati të tillë? Gara do zhvillohet në Kosovë, do zhvillohet vetëm në Prishtinë, Pallatin e Rinizë dhe Sporteve, ndërsa në të njëjtën kohë do të zhvillohen edhe garat e grupit tjetër në Shqipërinë e Tiranë. Pra janë ndara 2 grupe me nga 8 skuadra. Në 2 kryeqytetet tona. Po, ku secila kombëtare do të luajë me secilën dhe në gjysmën finale do takohen 2 ekipet e para, pra i pari dhe i dyti, i grupit A do zhvillojnë ndeshjet e kryqëzuara për të shkuar në finale. Kështu që janë Prishtina dhe Tirana nikosqyrët të këtij kampionati evropian. Duhet cekur që kjo është gara më e rëndësishme, pra e sporteve kolektive që organizohet në Kosovë për herë parë, pra është kampionat evropian jo me divizione, por është thjesht kampionat evropian dhe po konsideroj që është një prej gara më të rëndësishme që është organizuar në Kosovë, po flas për sporte kolektive. Sa shtete do të marrin pjesë dhe gjitha këto shtete kanë konfirmuar pjesëmarrjen qoftë Kosovë dhe në Shqipëri? Po flasim për fazën finale. Po. Për të ardhur deri te kjo fazë janë zhvilluar 2 gara kualifikuese. Faza para kualifikuese që është zhvilluar në federata zonale, në këtë rast sikurse federata ballkanike janë edhe federata tjera, ndërsa faza e dytë është kualifikuese është organizuar në fazë të grupeve për të arritur në 16 skuadra më të mira të Evropës, të ndara që e përmenda edhe më herët, domethënë në 2 grupe me nga 8 skuadra. Janë gjitha shtetet pjesëmarrëse më të mira të Evropës, të përfshi Italinë, Spanjën, Poloninë, se tash nuk po mund t'i bëjmë mend gjitha, po ka edhe skuadra nga Ballkani, Turqia, për shembull në grupin ton, përveç Kosovës do të marrin pjesë edhe Malezi, Turqia, Çekia, Hungaria, edhe skuadra tjera që janë pra gjithsej të skuadra, 8 ekipe kombëtare në grup. Vetë organizimi i këtij kampionati i parë i këtij lloji në Kosovë për sportet kolektive, bjen një një mirënjohje që bëhet Federata Evropiane pikërisht për punën që kanë bërë 2 federata, shqiptare dhe ajo Kosovës. Gjithsesi kjo është një fryt i një bashkëpunimi të mirë që e kemi me Federatën Shqiptare, ku kjo ide ka ardhur e përbashkët e 2 kryetarëve të federata, pra presidenti Gjinovce dhe Plumbi, edhe ne si 2 federata kemi aplikuar bashkërisht që të organizojmë këtë aktivitet, ndërsa kjo vje si rezultat edhe i organizimeve që kemi pasur në kaluar, ndoshta fazat të grupeve eliminatore të grupmoshave të ndryshme që kemi pasur më herët, edhe po besoj që Federata Evropiane tani me Federatën e voleybollit Kosovës, po dhe Federatën Shqiptare të voleybollit i shes si partner për ata, edhe po besoj që na është besuar ky organizim i këtij kampionati. Zotë Nikshi, kjo është që tu është një rrugtim bukur i gjatë i një organizimi të tillë të 2 federatave tona, sepse Federata e Voleybollit Kosovës është e para në sportet kolektive të Kosovës që organizon diçka të përbashkët me Shqipërinë. Kujtojmë kemi edhe kupën barkombëtare Gjergj Kastrioti dhe tash e kemi kampionatin e përbashkët. Po, ne vazhdimisht kemi bërë përpjekje që të jemi sa më afër, faktikisht jemi një popull, po të ndarë në 2 shtete, një kom. Edhe ne këtë mas mirë jemi munduar të bëjmë nëpërmes aktivitetet të voleybollit, mirë po dhe jo vetëm edhe të beach volleyt, kemi patur edhe aktivitetet përbashkëta, edhe me siguri që ky bashkëpunim do të vazhdojë me intensitet ndoshta edhe më të madh. Kemi Ligën Gjergj Kastrioti, që nga viti në vit është duke u bërë edhe shumë më atraktive, jo vetëm për federatat, mirë po sidomos për klubet që e shohin edhe kanë si synim në planifikimet e tyre vjetore. Gjithashtu e kemi kupën e pavarësisë që zhvillohet çdo vit. Kemi edhe aktivitete tjera, ndeshje miqësore zakonisht që i kemi me ekipet kombëtare, dhe ky intensifikim i aktiviteteve do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi që e kemi, kisha më thonë, edhe obligim kombëtar që të punojmë në atë drejtim, të jemi sa më afër njëri tjetrit. Kur jemi tek kampionati për femra e grupmoshës U16, ku qëndron kjo grupmoshë, për faktin se është një test i mirë për të shikuar se ku është voleybolli i Kosovës dhe shqiptar me ato të rajonit për edhe kontinentin vjetër? Pjesëmarrja ose organizimi i fazës finale na ka mundësuar që automatikisht jemi
pjesëmarrës në fazën finale, kështu që ekipet që janë pjesëmarrës në këtë fazë janë ekipet më të mira të Evropës. Normal që ne jemi munduar që të përgatitemi maksimalisht diku rreth 40 ditë apo më shumë se 40 ditë përgatitje, jemi munduar që t'i bëjmë me këtë kombëtar në mënyrë që të kemi paraqitje sa më të mirë. Çka është një risi, ndoshta është për faktin se kjo kombëtare ka pasur mundësi të udhëtojë në Itali për 5 ditë më radhë, të jetë pjesë e një kampi. Kjo si fryti një bashkëpunimi që kemi edhe me Federatën Italiane, një memorandumi të bashkëpunimit, edhe atje kam patur rastin që të zhvillojmë disa ndeshje kontrolluese me kombëtarën e Italisë. Gjithashtu kemi zhvilluar disa ndeshje edhe me kombëtarën U19, e cila në njëjtën kohë ka qenë në përgatitje për pjesëmarrjen në kampionatin ballkanik, po kemi patur ndeshje miqësore edhe me kombëtarën e Shqipërisë, edhe po besoj që stafi i trajnerëve i ka bërë përgatitje të duhura dhe po shpresojmë që këto vajza të reja njomat na prezantojmë sa më mirë në kampionatin që e kemi, i cili fillon për pak ditë. Nikshi është një hap shumë i mirë për faktin se gjeneratat të reja, kur kemi fjalët e konkurrenca bashkave, mund të jetë një udhërfys i mirë se gjithë ata të cilët kanë dëshirë të merren me voleyboll, dyert i kanë të hapur, sepse kjo mund të jetë edhe një shtytje për ata të cilët dëshirojnë të merren me voleyboll. Gjithsesi, ne si federat kemi prioritet, domethënë pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare me grup mosha të reja, për shumë arsye, ndoshta një prej arsyeve është për faktin që pas disa viteve kemi lojnat mesdhetare të cilat do të jemi njëkohësisht këtyre në lojna dhe nga këto gjenerata, nga kjo pjesëmarrje, ta kemi një kombëtare sa më dinjitoze, e cila do të na përfaqësojë në mënyrën më të mirë. Po besoj që edhe vitin që po vjen do të kemi pjesëmarrës në kualifikimet për kampionatin evropian U18 në të dyja konkurrencat. Dhe kështu kjo është përveç të tjera, është edhe një mundësi edhe ajo që ata aty që gjithë ata që dëshirojnë të merren me sportin e voleybollit e kanë një mundësi që këtë talent ta shfaqen me pjesëmarrje në sa më shumë aktivitete, qoftë në gara kombëtare, mirë po edhe me pjesëmarrje në garat evropiane që ne si federat i bëjmë, domethënë duke marrë pjesë, kështu që kjo është një mundësi e mirë për gjithë ata që dëshirojnë të merren me sportin e voleybollit. Do të filloj kampionati me datën 2 korrik dhe do të përfundoj me datën 13. Është planifikuar dhe në bazë të orarit se ku do të jetë finale dhe gjysmëfinale, në Prishtinë apo në Tiranë? Po, gjysmëfinalet dhe finalet janë përcaktuar që do zhvillohen në Tiranë, pra me datën 12 dhe 13, ndërsa ndeshjet e fazës grupeve do zhvillohen në të dyja qytetet paralelisht. Do të kalojmë tek konkurenca e meshkujve, mirë po do të mbesim tek gjeneratat të reja, sepse aty është edhe perspektiva e voleybollit të Kosovës. Do të kemi edhe një kampionat ballkanik që do të organizojë Shqipëria në konkurrencën e meshkujve U21, aty do të marrim pjesë edhe ne. Po, kjo është një aktivitet në të cilin pas gjatë muajit gusht ne do të marrim pjesë me grup moshën U21. Shumë shpejt pritet të fillojnë edhe seleksionimet. Pikërisht këtë vit është hera e parë që ne kemi organizuar gara edhe për grup moshën U21 dhe po besoj që kjo grup mosh ta tregoj atë provojë që ka krijuar duke marrë pjesë ose këta lojtarë dalin pa pikërisht ata lojtarë që këtë vit kanë pas mundësinë që të marrin pjesë në kampionatin kombëtar U21. Mos harrojmë ndoshta pas përfundimit të kampionatit evropian do zhvillohet edhe kampionati ballkanik për grup moshën e 1, pra U22 edhe për vajza. Pikërisht Shqipëria do të jetë njëkohësisht edhe këtij kampionati, edhe me grup moshën e vajza U21 do të jemi pjesëmarrës në kampionatin ballkanik. Është planifikuar se kur do të fillon faza përgatitore për këto grup moshe për prezantim sa më dinjitoz në kampionatin ballkanik? Po, seleksionimi i këtyre vajzave do të filloj shumë shpejt, ndoshta para disa ditësh ka përfunduar edhe kampionati ballkanik U19, për shkak se kemi një aktivitet mjaft ngjeshur, kisha më thonë. Mirë po, ne momentalisht fokusin e kemi kryesisht te grup mosha U16, mirë po shumë shpejt presim që të fillojmë me seleksionimin edhe me seleksionimet e grup moshës U21 në konkurrencën e femrave. Njëtë kisha më thonë që edhe në konkurrencën e femrave e kemi pas për herë të parë, domethënë kampionatin kombëtar që kemi organizuar në Kosovë këtë vit, kështu që presim që edhe nga
kjo aktivitet ose nga kampionat ballkanik të kemi një paraqitje sa më të mirë. Sekretar, në këto kohë shumë të nxehta me vap, Federata Voleybollit ka vazhduar traditën e organizimit të turneve në beach volley apo voleybollit në rër, i cili sapo ka përfunduar këto ditë. Po kemi të bëjmë faktikisht turnet e beach volleyt e kemi përfunduar më herët, mirë po ditë më parë ka përfunduar kampionati ballkanik në beach volley që është zhvilluar në Tetovë të Maqedonisë, në një organizim fantastik nga klubi voleybollit Shkendia, respektivisht tani kemi një ish voleybollist i cili ka pas një karrierë në Kosovë, Abel Arjeti, i cili është drejtori i sportit në komunën e Tetovës, ndoshta që është fajtori për organizimin e këtij kampionati në Tetovë. Edhe dy ekipet tona kombëtare kanë patur paraqitje solide ku kanë arritur në çerek-finalet e kampionatit ballkanik. Me siguri që do të kemi pjesëmarrje edhe në aktivitete tjera të beach volleyt që do të kemi në vazhdim gjatë muajit gusht shtator. Pashmangshme është përmendet ish voleybollisti Najeti, përmendet bashkëpunimi me Federatën Shqiptare, dhe a mund të kemi edhe një trekëndsh mes Federatës Shqiptare, asaj të Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës, për faktin se ta kemi një test apo më mirë themi të shohim se ku është voleybolli një mend mbarkombëtar. Kemi pas diskutim edhe në takimet e përbashkëta, pikërisht tani Abel Ajetin që përmend është edhe në kryetari i Federatës së Maqedonisë, edhe në aktivitetet e përbashkëta që kemi pasur ka qenë prezant pikërisht edhe Ajeti dhe po besoj që nga ky vit pikërisht nga Kupa e Pavarësisë do ta kemi përfaqësimin edhe nga ekipet shqiptare të Maqedonisë, kisha më thonë. Shkendia e Tetovës gjithsesi është një ekip me traditë edhe që nga ky vit është e planifikuar që të paraqitet edhe Shkendia në këto garat e Kupës Pavarësisë, ndërsa në të ardhmet afërt ndoshta pse jo të mos jetë pjesë edhe e Kupës Ligë ose Ligës Gjergj Kastrioti në të ardhmet. Zotin Ishi, doja që i përmendëm gjeneratat e reja të seleksionuesve tona. Do është të ndarim tek përfaqësues të grupmoshave të përfaqësuesve të A në të dy konkurrenca. Si qëndron aty puna? Edhe me përfaqësuesit A, domethënë ne jemi paraqitur në kualifikimet për kampionatin evropian 2026, ku vitin e kaluar i kemi zhvilluar ndeshjet e para, dy ndeshje, ndërsa këtë vit ose gjatë muajit në fillim të muajit gusht do të zhvillojmë ndeshjet e kthimit. Shumë shpejt pritet të fillojmë përgatitjet edhe me kombëtarët A të Kosovës, ku do të zhvillojmë ndeshjet e kthimit në konkurrencën e femrave do të takohemi me ekipin e Rumanisë. Nëse nuk gaboj është data 2 për shkak se numri i madh të aktiviteteve, kështu që ndoshta edhe nuk mund të jem mund gabojmë, ndërsa me datën 9 do ta kemi takimin me ekipin e Slovakisë ku do të jemi në Koçer. Ndërsa presim të zhvillojmë ndeshjet e kthimit me Kroacinë dhe Latvinë në konkurrencën e meshkujve. Kështu që edhe me aktivitetet me kombëtarët A kemi mjaft këtë vit. I bie që muaji korrik dhe gusht për Federatën e Voleybollit është shumë i ngjeshur dhe nuk ka pushim. Dhe jo vetëm, edhe qershori. Me thonë drejtën, të marrë viteve të fundit kemi pat një numër mjaft të aktivitetet, ndoshta nuk ka muaj që nuk është ndonjë aktivitet mjaft i rëndësishëm. Në këtë rast ndoshta përmendej U16, mirë po muajin që kalum kemi patur shumë aktivitete me voleyboll, në beach volley e kështu me radhë, kështu që tani më nuk kemi, po them kushtimisht asnjë ditë pushimit, edhe çdo herë jemi të angazhuar si ne si federat, mirë po edhe ekipe tjera kombëtare. Edhe lirisht mund të them që jemi një prej federatave më aktive me aktivitete. Përmbyllëm gjithë ato që patëm dëshirë që të vëmë në spikam është kampionati evropian U16, kampionati ballkanik në të dy grupë mosha tuniseni për femra dhe për meshkuj që të organizohet në Shqipëri, përmendem mundësinë një bashkëpunimi të trekëndshëm mes Federatës Shqiptare të Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut për shikuar se ku është voleybolli ballkombëtar dhe do të bëjmë një rrumbullakësim të kampionatit që janë pas të edicionit të garave, cili është vlerësimi gjithëmarrshëm i Federatës së Voleybollit të Kosovës për garat në arenën vendase.
Po, lirisht mund të themi se ka vlerësim pozitiv. Ne si federat gjithmonë synojmë edhe nuk jemi të kënaqur me arritje për shkak se dëshira jonë është shkojmë gjithmonë më lart, po për vetë faktin se kemi ndeshje mjaft interesante dhe ekipet investojnë shumë. Gjithashtu kemi pas rastin që tashme ligën Gjergj Kastrioti ose më herët ka qenë mos tonë misioni pa mundur që ekipet nga Kosova të fitojnë ndaj ekipeve shqiptare. Për shkak të cilësisë që ka qenë ndoshta dallimit madh, mirë po viteve të fundit, sidomos vitin e fundit kemi për afrim, domethënë kemi rastin kur ligën Gjergj Kastrioti ka fituar një ekip nga Kosova kupën e pavarësisë sekundare, kështu që jemi aty. Sa i përket nivelit cilësisë së klubeve, po besoj që kemi patur ngritje. Qoftë në organizim në çdo aspekt, mirë po ne gjithmonë si federat ne synojmë që këto të jenë më të larta, po gjithsesi duhet jemi të kënaqur. Kjo fal punës që është bërë jo vetëm prej federatës, po në këtë rast duhet t'i falenderojmë edhe gjitha klubet për organizimet, për angazhimet që i kanë bërë, pasi që edhe ato janë pjesë e gjithë kësaj arritjes ose ngritjes së përbashkët që është bërë të sportit voleybollit në Kosovë në përgjithësi. Në këtë këndvështrim si qëndron voleybolli i femrave tek garat vendase? Më herët ndoshta ka pasur një diskrepancë ose një dallim më të madh mes voleybollit femrave, po unë po besoj që me cilësi janë aty si njëjtë. Kjo ka bërë që ngritjen e cilësisë gjithmonë e bën kur kemi skuadra që janë për afërta me cilësi. Njëjtë ka ndodhur që për shembull ligën Gjergj Kastrioti e ka fituar ekipi i Dritës, kupën e Kosovës e ka fituar Feriza, ndërsa kampionu shpall ekipi i Fervollejt. Kjo e tregon më së miri që kemi pasur bëjmë me një rivalitet mjaft madh, edhe po besoj që kjo është mënyra që të ngritet cilësia. Njëjtë ka ndodhur edhe në konkurrencën e meshkujve ku këtë vit kemi pasur një risi ku ekipi i Dritës është paraqitur ndoshta me lojtar kryesisht 3, mirë po që ka qenë befasia e kampionatit, po gjithsesi edhe ekipet tjera si Skënderbeu e Peja, ekipet tjera kanë patur paraqitje mjaft mira. Nëse marrim në krahasim, më herët ka patur ndoshta dallime më të mëdha, mirë po cilësia dhe interesimi i klubeve dhe organizimi i klubeve është, kisha më thonë, ndoshta i njëjtë. Për dallim prej pjesëmarrjes ose masovitetit ku femrat janë në numër më të madh, pra kemi një numër më të madh të sportistëve të regjistruar në federatë, nëse marrim në përqindje jemi 65 me 35% në favor të vajzave. Bas shumë gjithë këtyre aktiviteteve, mund të themi lirisht për ata të cilët kohë gjatë për voleybollin femra, akidit në voleyboll vazhdon të mbetet shikueshmëria. Shumë aktivitete, shumë gara, shumë rivalitet, mirë po jo shumë shikues. Ndoshta ndeshjet kampionale, për kampionale të fazës rregull, mund të themi edhe pse ka patur rritje, po ne gjithmonë dëshirojmë të ketë më shumë. Ndërsa sa i përket fazës finale, sa më interesante që të vijë bëhet gara, normal që edhe shikueshmëria rritet. Po ndoshta kjo është edhe për faktin se disa ekipe që nga fundi tabelës janë më dobta, rezultati kur dihet paraprakisht normal që mungon edhe shikuesi. Po besoj që edhe kjo, edhe numri shikuesve rritet, nëse kemi cilësi të barabartë të ekipeve që e thash edhe më herët, do thonë që nga viti në vit kjo dallimi në cilësi është shumë i vogël edhe çdo vit po zvoglohet mes ekipeve. Edhe po besoj që edhe me këtë zvoglim të cilësisë mes ekipeve, zvoglim të dallimeve mes ekipeve, domethënë shikuesi mund të kthehet edhe të shikojë. Po ndoshta mund të jetë edhe një faktor tjetër, ne si federatë ju kemi dhënë mundësi që dashamirët e voleybollit ndeshjet të ndjekin nga në platforma ndryshme, qoftë në televizion, po edhe në rrjetet sociale edhe në platforma tjera. Ndonjëherë ata preferojnë që të ndjekin ndeshjet e voleybollit nga shtëpia, këto ndeshje derbi. Urimi tek shikuesit, thotë preferojnë që të shikojnë ndeshjet nga shtëpia, unë i preferoj shikuesve tanë të radio televizion 21 ta ndjekin këtë bisedë sepse vërtet patëm folëm shumë dhe patëm çka të flasim për voleybollin e Kosovës. Unë të falenderoj shumë që gjithmonë jeni të gatshëm të bashkëbisedoni me ne për të vënë në spikom gjithë ato zhvillimet që ka voleybolli i Kosovës sot dhe për nesër. Faleminderit, të mori është e kënaqësi. Unë vetëm ju bëj thirrje gjithë dashamirëve të voleybollit po dhe sportit në përgjithësi që nga data 2 deri me datën 10 të vinë në pallatin e rinisë dhe të sporteve.
Çdo ditë nga ora 8 mbrëmje, pra i zhvillon ndeshjet kombëtare e Kosovës, edhe një përkraje vogël për vajzat tona do thot shumë për to, edhe t'ju japim mbështetje në mënyrë që të kemi paraqitje sa më të mira, edhe pse ju të kemi edhe të korrim edhe rezultatin e kampionatit evropian. Kështu që edhe ne ju falenderoj. Për neve është gjithmonë kënaqësi që të ndajmë informacionet e voleybollit me gjithë shikuesit e radio televizionit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikohet ndëruar edhe në fund të emisionit të sonte në emrin të ekipit realizues, ju falenderojmë për kujdes dhe vëmendje. Mirëmbëjtje, natën e mirë.